që me disa probleme të pasura kohët e fundit kërkoj mirë kuptimin e publikut të medias edhe me gjërë. Për ju situata është normale dhe ato probleme që mund të diskutohen brenda familjes janë drejt zgjidhjes? Nuk besoj që ka asnjë problem. Bekimi e theksoi, unë po e theksoj, nuk kemi nevojë për pushtetin e secilitit, dhe sidomos shkodranëve, nuk kemi nevojë me bë alarm, krizet dhe alarme të rreme, pasi unë besoj që përveç një 4-5 javësh që ka kaluar skuadra ndoshta jo të mirë që atë jena të vetëdijshëm gjithë. Kena një ekip shumë të mirë dhe fundit asnjë ekip nuk del kampion dhjetor. Flitet për probleme, flitet për kriza, por reale nuk është asnjë. Asnjë nuk ka laku probleme e kriza kur kena kanë vend parë dhe fillojnë me dyta rezultate negative, fillojnë më dhe na dalin problemet që janë. Unë du që skuadra me ne e qetë, me punu, me mbyll vitin me një fitore dhe du t'jena të kënaqur, pandajna analizat që secili do të bëhet mos të marrin në shefundit. Do të ulna bashkë me trajnerin, bashkë me lojtarët, do të diskutojmë me presidentin, do të diskutojmë çfarë është bëa mirë, çfarë nuk ka bëa mirë, ka vende me korrigju, por kjo është vetëm një moment jo, dhe unë besoj që me fituarën e nesërme ta kalojmë dhe të jena në ekipet që do të jena, po dyshim që do të luftojmë për trofetë e këtij sezoni. Profesor, a përdor shqetësim për ju diferenca 7 pikë me Kreun dhe a është kjo një skuadër që mund të rikuperojë këtë diferencë apo ndoshta duhet parë mundësia për merkatet e tij? Kjo është skuadra që gjithë kanë folur me superlativa dhe po këto njerëz janë. Prej të i parit e i fundit. Ndër para 3-4 javë, me 3-4 javë luhatje, fillun fjalë, fillun shumë gjëra që e theksoj që nuk janë reale. Kjo është skuadër që mund me ju afru dhe me i kalu gjitha skuadrat. Por gjithmonë do na qetësi, do na shteti, do na përkraje. Sidomos për shkodranëve. Ekipet tjera kanë drejtë që janë me ekipet tjera, njerëz të ekipeve tjera sulmojnë ekipet kundërshtare, por na do na sidomos për tifozave dhe për njerëzve që e dojnë vllazin për kraje. Sa qetë është skuadra para flamutarët? Skuadra është e qetë që nuk besoj se ka 4-1, kam theksuar edhe rrallën tjetër, ta janë djem të fortë, djem që kanë lujt, djem me eksperiencë dhe e dinë që futbolli ka luhatje. Këto luhatje që po kalojmë na jam i bindur që do të kalojnë gjithë ekipet tjera. Jam i bindur, kush mund t'i kalu, kush do t'i kalojnë. Asnjë skuadër nuk shkon me 36 javë kampionat kështu përpjet, që i bën tavanit edhe thën kryqi, por gjithmonë do të ketë luhatje, por duhet të jenë luhatje sa më të buta, sa më të shkurta, si të them. Dhe unë jam i bindur që vllaznia do të luftojnë për trofetë e këtij sezoni deri në fund. Flamurtari në pozitë jo të mirë në renditje, por besoj që ju të vlerësuar maksimalisht për nesër. Unë besoj që Flamurtari, si gjithë e kam theksuar vazhdimisht, asnjë 3 pikë nuk është i lehtë. E kena luajt me gjithë ekipet nesër dhe e kena po. Është luftë për çdo pikë, që secili ekip. Luftë do të jetë për ne, luftë do të jetë për gjithë deri në fund. Flamurtari ka një ekip ndoshta nuk është në renditje, edhe mund të flitet sikur Flamurtari nuk ka atë ekipin e mirë, por Flamurtari ka një super ekip, ka super lojtar mbrand, pavarësisht se renditja flet ndryshe dhe dina që do të kenë një ndeshje mjaft fortë me ta. Por shpresoj në fund që të fitojnë vllaznia. Çfarë do të jetë ndryshe vllaznia dhe Flamurtari nga ndeshja fazës parë, ku mundet në Vlorë? Gas futbolli është luftë. Ndryshe unë nuk di çfarë do të them, në anë taktike mund të flitim, si më thënë, me trajnerin dhe për çdo gjë, për anë të pjesë teknike të lojës, por ndryshe unë du nga skuadra, nga djem, nga gjithë që maksimumin fushë 100% të secilit. 100% të secilit është prioritet për ne. Kur të njohim gjithë secili atë më të mirën, edhe lojtarët që e kam theksuar, që janë kthyer prej damtimeve, që të kapin atë formën 100% të tyre, besoj që do të jetë një ekip shumë solid dhe shumë i fortë. Do të ketë mungesë nesër, profesor? Po mungesat të shtit dijen që Kristian Dros që është i dëmtuar 2 muaj e pak. Haka është me probleme dëmtimit. Kurse pjesa tjetër besoj që janë të gatshëm tonë. Edhe pse me luhate jo pranohet vetë dhe me herët, vllaznia është përshkri aty, brenda katërt dhe jo shumë larg vendit parë.
Normal. Shka i jep të gjitha garancitë të mundësit për të ecur me drejtë. Normal. Vllaznia do të jetë gjithmonë atë në luftë me skuadrat e Kreut dhe do të jetë theksoj gjithmonë do të jetë pretendente me fitu trofeet e këtij sezoni. Do të shohim deri në fund dhe vazhdoj ta theksoj ndërtor asnjë nuk e fiton kampionatin. Nëse është dalja juaj publike e fundit në vitin 2025, keni ndonjë urim përshëndetje për Po atje gjithë tifozat Shkodran dhe gjithë qytetin e Shkodrës i përshëndes dhe i uroj festat e Krishtinëve dhe të vitit të ri, t'i kalojnë gëzuar dhe t'jenë shnashe mirë me gjitha kryesore, t'kenë lumturinë familjet e tyre dhe i uroj veshmarrësi. Faleminderit.